أيها المسلمون أرسل الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. O ju musliman, më të vërtetë Allahu Azza wa Jall e dërgoi të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me udhëzimin e tij dhe me fenë e tij të vërtetë hak. Fa ashraqat bi risalatihi al-ardu ba'da dhulumatiha. Më të vërtetë sunneti i tij, mesazhi i tij të cilën Allah ja dha të dërguarit e tij, e ndriçoi tokën pas që toka e mor një errësirë. Erdhi sunneti i profetit e ndriçoi këtë tokë. Wa ta'allafa biha al-qulub ba'da shatatiha. Më të vërtetë sunneti i profetit sallallahu alaihi wasallam i bashkoi zemrat pas që ata zemra kanë të çrregullun, jo kontrolluar, të përçarë njëri me tjetrin. وجعل الهدى والفلاح في اتباعه. Allahu Azza wa Jall e ka bërë që sunnetin e profetit sallallahu alaihi wasallam të udhëzohen njerëzit. Felah e ka bërë shpëtim fi ittiba'ihi në pasimin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ai cili dëshiron udhëzim dhe shpëtim, le ta pason sunnetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. والضلال والشقاء في معصيته. Dhe Allah Azza wa Jall e ka lënë i çrregullun është ai njeri, i humbur është ai njeri, i mërzitur është ai njeri i cili ban mekat ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam. Çysh ban mekat? Ai cili nuk e njeh sunnetin e profetit sallallahu alaihi wasallam, ai vetëm që e ka tralltu mesazhin e Allahut Azza wa Jall, ai është i humbur, ai është katërruar. أرسله ربه بأكمله رسالته. Më të vërtetë Allahu Azza wa Jall e zgjodhi të dërguarin e tij që të jetë mesin e njerëzve, ta kompleton mesazhin e Allahut Azza wa Jall. Wa afdalu kutubihi wa khatimatihi. Dhe të njëjtën gjë Allahu Azza wa Jall e zgjedhi këtë profet që t'ja dërgon librin më të mirë dhe profeti më i fundit kush është Muhamedi, libri më i mirë që Allah ka zbrit para libra të tjerë, do të thonë është kush? Kurani. Allahu Azza wa Jall e zgjodhi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si profet me kompletu mesazhin e tij. Ja zbriti Kur'anin për fjalës më të mirë të tij të Allahut Azza wa Jall. Dhe e bëni vul e të gjithë profetëve. Shara'ihi hujjatun 'ala al-khalq. Më të vërtetë shariati i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është nevoja më e madhe e krijesave. Nëse na dëshirojmë nevojën tonë më të madhe, na do e gjejmë ku në shariatin e profetit sallallahu alaihi wasallam, në sunnetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ja'a min 'indi rabbih bi nuril wahyi. Ai cili Allah e ka zgjedhur këtë profet Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ai ardh prej Zotit e tij me një dritë wahyi, shpallje. Nuk ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pe vetit. Ai cili Allah e zgjodhi dhe profeti i tij ka fol është nur, ndriçim, është wahyi, shpallje prej Allahut Azza wa Jall. Alladhi yujalli kull dhalam wa bihi hayatul arwah. Të cilën përmes kësaj shpallje, sunnetit profetit sallallahu alaihi wasallam, yujalli e shkatëran çdo errësirë, çdo bidat, çdo humbje. Allahu Azza ka lënë përmes sunnetit të tij me shkatëru. Wa bihi hayatul arwah. Dhe me sunnetin e profetit sallallahu alaihi wasallam është gjallërim i shpirtave tona. Thot Allahu Azza wa Jalla në Kur'an: "Aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas." A nuk keve ti i vdekur, fa ahyaynahu, na të kemi dhënë ty jetë. Çfarë jetë? Pejgamberi pas ka qenë i vdekur. Allah e ka zgjedhur profet dhe i ka dhënë wahi, shpirti i ka dhënë, ja ka dhënë sunnetin, e ka dhënë fjalën e Allahut Azza wa Jall, e ka bërë të ringjallur. Wa ja'alna lahu nuran. Allah e ka bërë që përmes fjalëve të tij, veprave të tij, hecjes të tij, dritë, yamshi bihi fi an-nas, të cilën ti hec mesin, me ta hec mesin e njerëzve.
Ku do që ka shku pejgamberi, çka do që ka fol pejgamberi, ka qenë ndriçim suneti i tij. Ata ka qenë errësirë. O populli jam, na jemi në errësirë, në qoftë se nuk punojmë me sunet. Shiko çka po thot Allah azza wa jall. Por profetin e tij, ki qenë i vdekur, kemi dhënë jetë. Suneti është jetë, wahyi, shpallë prej Allahut azza wa jall është. E në mesin ton, kur i bujmë ibadetet, adhurimet, nuk i bujmë sipas sunetit, është errësirë, dhulumat, errësirë. E suneti është ndriçim tek na, o ju vëllezër. Shiko ibadetet tona, o populli jam. Unë jam të shikuj ibadetet, çfarë ibadete jemi duke bë. Shiko në vorrim çka jemi duke bë. A ndarësëm jemi ja? A ku jemi na kështu? Ku janë sunetet e profetit sallallahu alaihi wasallam? Po mos pash me hiç shkollë. Po çata o xhallar që i keni bre. Merrni bethuj, merrni. Merrni Bukharin, merrni Muslimin, merrni Ibn Davudin, Imam Ahmedin, Musnedin Imam Ahmedin, Ibn Majah, At-Tirmidhi, An-Nasai. Merrni këta libra i keni shqip, hini kapitullin e xhenazeve dhe qysh pe Amerika mësu sahabët, qysh vorrosët vorrimi. Qysh bëhet ibadeti, qysh bëhet dhikri. Dhikri nuk bëhet lelin Allahu, ku ki bëhet kështu? Allah ka fol për dhikr, sunet ka zgjedh, për fet, mbi 7 çej ka zgjedh mesin ton. Që ibadetet, ju qysh kemi qef na mi bo, po qysh ka thonë Allahu dhe i dërgumi i tij, dhe ai pejgamberi i Zotit nuk ka fol dhe nuk ka vepru vetëm qysh ka thonë Allahu. Me një ajet Kur'anun sutul Haq o ju vëllezër. E dish ka thot Allah azza wa jall. Thot se kur ai Muhamedi kish fol për vetit vet, na kishim me rrëmby ata, kishim me fur pejgamberin e tij. Allah po thot. Mesën e ju kishim me rrëmby, kish me fur Allah azza wa jall. Vetëm një fjalë kish fol për vetit vet. Po nuk ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetëm ato që ka thënë Allahu azza wa jall dhe nuk ka vepru vetë që ka thënë Allahu azza wa jall. Ku po shkojmë na me ibadetet tona? Shiko çfarë burrimi jemi duke bë. Shiko çfarë mexhlisi jemi duke bë. Shiko çfarë ibadete namazet tona. O xhamati jam, o populli jam, po ju foli shqip. Wallahi hoxha, e çka me folun, treganum ju çka me folun. A mos po foli diçka privetit. Ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi. Çat minutë që thanë po thamun mos e merr. Po këtë në ajete kuranor. Gjitha fjalët jemi duke thonë në ajete kuranor. Hin shiko në Kur'an shiko. Çka ka fol Allah azza wa jall? Prej fillimit deri në mbarën. Alhamdulillahi rabbil alamin. Falëndrimi ta ketë Allahut. Ata më thonë Allahu po tregon për veten e vet. Me adhuru ata, me falëndru ata. Mbarëm qysh për përfëndan fjalën e tij. Për përfëndan prap me tauhid. Kul a'udhu bi rabbin nas. Kërkoj ndihmë për Zotit njerëzve. Malikin nas. Mbreti i njerëzve, kush është? Allah azza wa jall. Posuduesi i çdo senve, është Allah azza wa jall. Ilahin nas. O Zoti i njerëzve. Po fillon me tauhid, po mbaron me tauhid. Çka thot Ibn al-Qayyim, Ibn Taymija, rahimahullah? Çka thon këta dietar? E gjithë Kur'ani është tauhid, me thirr me adhuru Allahun. Kur po folmi na mesën e popullit ton, disa po thon, po pse po fol për tauhid? E çka me fol kur pejgamberi u zgjedh për çit punë për me fol? A mi bëj ibadeti që shkimi qef na? A me adhuru Allahun azh që shkimi qef na? Qysh ka thonë Allahu dhe pejgamberi na do të me adhuru Allahun dhe do të me fol me thirrjen e davet. O ju vëllezër, tafasilul hidaya ila al-haqq wal khair. Sharimet e udhëzimit në të vërtetë dhe në të mirë la tu'rafu illa min al-wahyi. Nuk njohen vetëm se përmes shpalljes. Sharimet e ibadetit, e adhurimit, krejt profeti ka sharu. Dhe ata përmes wahit, ajeteve të Kuranor. Qale ta'ala, thot Allahu azza wa jall, wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina. Dhe kështu të na kemi shpall ty ruhan min amrina. Shpirët e ka qujtë Allah azza wa jall.
fjalën e tij e ka thujt shpirt me çështet e Allahut azza xal. Ma kunte tadri mal kitabu wala al iman. Pejgamberi pe tha, ti nuk e ke ditë çka është libri dhe çka është imani. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Mirë po na e kemi bërë se përmes teje ndriçim, suneti i profetit është nur, ndriçim. Nahdi bihi, përmes sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam, Allah po thot na udhëzojmë ku ndojmë prej robërve tonë. Shiko, Allah po e zgjedh profetin, po i thot na kemi zgjedh ty, kemi dhënë wahi shpallje dhe po e bën që sunetin e profetit ndriçim nur. Dhe po thot Allah përmes sunetit ton na ku ndojmë e udhëzojmë. Na musliman, po a jemi të udhëzuar? Jo, pa kaq kuptime. Ku i kemi sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam? Sa vepra pi bëmi sipas sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam. Fa aqwaluhu alaihi salatu wassalam wa af'aluhu haqqun wa sidq. Fjalët e profetit, veprat e profetit janë hak dhe të sinqerta, nuk ka bu për vetit që fjalë dhe që vepër. Janë hak për Allahut. Allah i ka thonë, çështu kime thonë, çështu kime vepru. Thot Allah azza xal, wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa. Pasha yyn ëzit cilët bin. Çfarë betimi Allah ku betohet. Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Ai pejgamberi ju nuk është i humbur dhe i devijum. Wa ma yantiqu anil hawa. Ai nuk fol për vetit vet. In huwa illa wahyu yuha. Ai ka fol me shpalljet e Allahut azza wa xal. Asnjë sem për vetit nuk e ka thonë. Ka nërë njerëz dhe kanë pyet, ka thonë prit. Dhe dini transmetimin 50 ditë ju kanë banu wahi, s'ka guxu një fjalë me thonë. Derisa ka wahi dhe ka thonë çështot ka thonë Allahu azza wa xal. Dhe nuk ka vepru asnjë vepër veç çush ka thonë Allahu azza wa xal. O vllazni, çështja nuk është e lehtë çush mendojmë na. Ma në mend mirë, pa keq kuptime. Unë jam hoxh, unë nuk muj mi shku për qevi që shtat ky dhe që shtat aj, apo që shka thon aj hu, jo pasha Zotin. Qashtu që shku mësu, qashtu ka me thonë, dhe që shka thonë Allah i dërgumi ti, se ku dalë në ditën e gjykimit, nuk duhune për qefin ta me i në zjarë gjenemit. Kena me bo Davidin, kena me thirë në islam, që shka thirë Allahu, që shka mësu Allah i dërgumi ti edhe na qashtu, me lene Zotit. O i vlezër, قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله رواه البخاري. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush mu bindet mu, le ta din mirë që ju ka bind Allahut. E kush nuk ju bindet profetit, po thot le ta din mirë që ai s'u ka bind Allahut. Do thon kur ti vepron në sunet, dije mirë se ju ki bind Allahut. Kur ti e refuzon një sunet, dije mirë që ti ke refuzu kun Allahun azza wa jall. Wa sunnatu alayhi salatu wa salam bayanun lil Qur'ani wa sharhun lahu. Sunneti profetit sallallahu alaihi wasallam është sharim për Kur'anin. Është koment i fjalëve të Allahut azza wa jall. Biha yu'rafu ma ujmila fihi. Përmes sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam komentohet ajetet në mënyrë më të mirë, wa minha tu'khadhu tafasilu shara'ihi, dhe përmes sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam komentohen, sharohen ligjet e Allahut azza wa jall. Thot Allah azza wa jall, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas. Dhe na ty ta kemi zbrit Kur'anin, wahin, shpallën, Kur'anin, fjalën e Allahut, litubayyana lin-nas, që ti më sharu kon. Çka me sharu? Kur'ani njerëzve. Pejgamberi me fol pi vetit ta? Jo. Ja, çush ka thënë Allah ka me sharu? Kur'ani, suneti profetit është wahi i dytë. Wahi i parë është Kur'ani. Wahi i dytë është suneti profetit sallallahu alaihi wasallam. Wa la'allahum yatafakkarun. Çka thot Allah? Ndoshta ata mos më kthehen thonë Kur'ani pas ka thënë suneti e sharan Kur'anin çdo send. Ndoshta ata domethënë mendojnë. قال ابن عمر إن الله بعث محمدا ولا نعلم شيئا وإنما نفعل كما رأيناه يفعل.
thot Ibn Umeri, djali i Umerit, Abdullah po thot, më të vërtet Allahu ka dërguar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mesin e tyre. Na nuk kemi ditë kur gjë hiç. Çush me ditë ajetin kuranor? Çush me mësua ajetin kuranor? Çush me komentua ajetin kuranor? Pastaj po thot, "Wa inna ma naf'alu kama ra'aynahu yaf'al." Dhe na kemi vepruar çush ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Derisa tregon po Abdullahi ka qenë afër me një sahabi tjetër dhe ai sahabiu atase, ka tesh. Edhe çka ka thonë ai më çka ka tesh? Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyina. Kështu ka thonë ato. Çka ka thonë Abdullah? Ma hakadha allamna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. S'na ka mësuar neve pejgamberi me thonë pse peshtan ti sallallahu alaihi wasallam. Çu shiko, është përshëndetje profetit në atos, në vëllën e teshje. Minar Abdullah ka thonë, çu s'na ka mësuar pejgamberi ku e morrë te këto. Kjo është mi me thonë sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po e ka thonë pejgamberi jo. Pejgamberi ka thonë ku tesh njëri ka thonë elhamdulillah. Në qoftë se ndëgjon ai kushtesë, tjetër thuj yerhamakullah, Allahu të mëshiroft. Amo ju me shtu sallallahu alaihi wasallam. Shiko. Sa më të vogël, sahabët nuk kanë desh me vepru vetë çu ka thonë pejgamberi. I ka zgjedh Allahu dhe xhel sahabët dhe kanë dëshmuar sunetin e profetit në mënyrë më të mirë e kanë pasu të dërguarin e Allahut azza wa jall. Ata rajulun Imran ibn Husayn fas'alahu an shay'in faqala ar-rajul haddathani an kitabillah ولا تحدثني عن غيره فقال عمران أتجد في كتاب الله أن صلاة الظهر 4 لا يجهر فيها وعدد الصلوات فقال إن الله قد حكم ذلك وسنة تفسر ذلك. Ka ardhur një person tek Imrani, ka qenë sahabi i ndershëm. Ka ardhur një person tek Imrani dhe I ka thonë, më falu mu, treganu mu veç çka ka thonë Zoti, veç çka ka thonë Allahu azza wa jall, dhe mos më fal mu çka ka thonë diçka tjetër. Atëre ky sahabi ka thonë, a mundesh me gjetë në Kur'an që Allah ka thonë me fal drekën 4 recate? A mundesh me gjetë në Kur'an që Allah azza wa jall I ka rëndit sa recate do të më fal brenda ditës, drekës, ikindis, na thonë sabat, yatsis, akshamit. Pastaj po I thotë, edhe a mundesh me gjetë pse me fal drekën paza? Pastaj po I thotë ky sahabi, Allah na ka treguar për namaz. Disa namazin përmend në Kur'an. Mirë po, çka po I thotë? Suneti I profetit I sharan gjitha namazet se çysh do të më fal. Kjo është ju vëllezër, që njeriu punon me fjalën e Allahut. Dhe nuk mundet me kuptu fjalën e Allahut vetëm ashtu çysh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka sharu. Është fjala e Allahut dhe suneti I tij. Suneti I tij e sharon fjalën e Allahut azza wa jall. من قيمة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو أن التابع سيكون معه في الجنة. ويلزم prej vlerave të pasimit sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam është që ai I cili e pason sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam do të jetë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhenet. Thot Allahu azza jall, "Men yuti'i Allaha war rasula fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Thot Allahu azza jall, kush ju bindet Allahut dhe të dërguarit e tij, të tillë do të janë që Zoti ata kam I begatu. E për tëve ka me qenë me pejgamberët, domethënë keme qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhennet. Keme qenë për aty që janë njerëz të sinqert dhe për aty të dëshmorë dhe njerëz të mirë. Pastaj Allah në fund thotë, e po shoqëri dhe e lartë, shoqëri e mirë është kjo. Andaj vëllezër, me pasu sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është vlerë, se ti do të jesh me pejgamberin ton dhe me pejgamberët të tjerë në xhennet inshallah. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba." قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjithë ummeti jam kanë me hinë në xhenet, përveç atyre që refuzojnë. I thanën sahabët, o I dërguari I Allahut, kush janë ata që refuzojnë? Kush janë ata që refuzojnë? Atëherë pejgamberi tha, kush më pason mu, unë bindet mu ka me hinë në xhenet. Kush nuk më pason mu, s'u bindet mu, nuk ka me hinë në xhenet. Ai ka refuzuar veten e vet me hinë në xhenet. Subhanallah. Kjo është ju vëllezër,
Këta janë hadithe, shiko, xheneti po përmendet. Në qoftë se e pason sunetin e profetit kemi në xhenet. Kush ka më qenë njëri i parë që ka më në xhenet? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk do të hapet asnjë derë xhenetit por derisa prezanton pejgamberi. Edhe nuk kam i thonë vetit pejgamber. Ka thonë unë jam Muhamedi, që ata hapën dyert e xhenetit, krejt dyert e xhenetit hapën. Shiko rëndësinë e kojna pasimit profetit sallallahu alaihi wasallam. E dyta ju lëzën, min qimet tibai an-nabi sallallahu alaihi wasallam huwa fa innahu sayakunu marhuman min Allah. Ai cili e pason për vlerave të pasimit të sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam është ai cili e pason sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam do të jetë i mëshiruar prej Allahut azza wa jall. Thot Allahu wa ati'u Allah wa ar-rasul la'allakum turhamun. Bindju Allahu dhe të dërguarit i tij do të jeni të mëshiruar. Do të jeni të mëshiruar. Kush e pason sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam, ai njeri e meriton kon mëshirën e kujna, mëshirën e Allahut azza wa jall. Nuk ka pas sunet profetit sallallahu alaihi wasallam. Qysh i thu vetit musliman, la ilaha illa Allah. Pastaj çka do të më thonë na? Muhammedur Rasulullah. Çka do më thonë kja? A veç ashtu të do kryja? Jo. Muhammedur Rasulullah e dëshman Allahun për me adhuru dhe dëshman që do të me pasu pejgamberin qysh ai e ka adhuru Allahun azza wa jall. E treta ju lezën, min qimet tibai nabi huwa tunalu thabat al-hidayah. Për i vlerat e pasimit sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam është që e arrin përqendrimin në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Kur te e pason sunetin, në sunet e pason, mbane mirë mend këto. Në sunet e pason, ka më ngrej suneti tjetër që ti kimë qenë gjithmonë të e pasu njërin me tjetrin me sunet. Kimi mësu gjitha sunetet e profetit. Davon ka më kon shkaktar që në sunet ti që e mëson, ka më ngrej sunetin tjetër që ti kimi kon i udhëzuni për qëndrum gjithmonë në sunet. Thot Allah azza jall wa in tuti'uhu tahtadu. E në qoftë se ju binni pejgamberit sallallahu alaihi wasallam keni me qenë të udhëzuar. Apo në qoftë se ju binni sunetit keni me qenë të udhëzuar. Pastaj u lëzër prej ajeteve që vazhdueshëm na e lexojmë në namaz është ihdina siratal mustaqim. O Allah, udhëzona drejtana përcana në rrugën e drejtë. Mirë, Allah nuk po të lëm me kaç. Allah nuk po të lëm me kaç. Po tregon çfarë udhëzimi. Sirata alladhina an'amta alehim. Thot në rrugën atyre që ti Zot i ke begatu. Kush janë këta që Zoti i ka begatu në rrugën atyre? Kush janë? Janë sahabët, i ka begatu Zoti, pse ja ka qitë në kohën e profetit, shokët e profetit me ndihmu profetin sallallahu alaihi wasallam. Janë sahabët. Nëse na dojmë me kuptu sunetin, se qysh me vepru sunetin, i kemi sahabët, i kemi librat e tyre, i kemi ulemat e ehli sunetit dhe ata na sharojnë për çdo send. E katrata ju vëllezër, min qimet tibai nabi sallallahu alaihi wasallam huwa Allahu sayuhibbuka wa yaghfiru dhunubuka. Ai i cili e pason sunetin, për vlerave të sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam është ai i cili e pason sunetin, Allahu ka me desht. Çoj sa popullin tonë. Ai dojnë shumë Allahun. E dojnë shumë Allahun. Dhe kur ti kshin ibadetet, çuditesh. A janë të këta njerëz, a shka? Nana e dojmi Allahun, që shtë me, pe dajshë Zotin të ja, a që shtë pas ka thonë Allah me adhuru Zotin, a që shtë pas ka thonë me budh dhe këra, a që shtë pas ka thonë Allah me vorrus njerëzit, subhanallah. E ndëgjaj e këta, prej vlerave të pasimit, profetit sallallahu alaihi wasallam, Allahu ka me desht dhe ka me t'i falë me katët. Thot Allah azza jall, kul in kuntum tuhibbun Allah, hap një vesh, ata cilët i bojnë këta sene që i përmen para pak qasë, në minuta ata. Thot Allah azza jall, në qofë se ju pretendani që e dani Allahun, çka me bo? Allah po thot, apo dani mu mdesht mu? Qysh ki qefin, qysh kemi qefin na me adhurua? Jo. Po thot, fattabi'uni, pasane pe amerin. Yuhibbukumullah, Allah ka me ju desht. As njani prej neve nuk e dojmi Allahun qysh dot, o vëllezët e me, por deri sa na e dojmi kun, e pasojmi kun sunetin e profetit. Qatë minut që na e pasojmi sunetin e profetit, Allah ka me na desht. Veç kaq, yaghfir lakum dhunubakum, Allah ka me ja fal edhe me katët e juve. Subhanallah. Me sunetin e profetit, edhe dan Allah dhe të fal. Wallahi këta në ajete që na qojnë pi gjumit. Edhe mësë mendojmi na që hajtë se Zoti, jo, as nuk dan, e as nuk fal,
pa e pasu sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe dinë mirë, na për libra keni. Na për libra, çata u xhallar që i keni. Thuaj shpletani librat keni me gjetë se çka kanë thënë ulema dhe sahabët. Kur del para Allahut, mos kujta që çaj dhikr tu ka pranu. Kur del para Allahut, mos kujta që nai namaz tu ka pranu. Kur del para Allahut, çaj hax, mos kujta që tu ka pranu. Çaj zakat tu ka pranu. Vetëm çysh ka bu pe Amerika mu të pranu. Allahu ti merr veprat dhe i shikon, ai ki busin mbas sunetit. I ki busin mbas sunetit këtë veprat pranohen. Me namaz dhe me krejt. Si ki busin mbas sunetit, nuk ka asnjë vepër të pranune. Për çka ka zgjedh Allah azza xal Muhammedin sallallahu alaihi wasallam? Hajgare? Jo, me pasu sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam.